Kjo nismë duhet të shërbej për të nxitur qytetarët të konsumojnë prodhimet të vendit, me që kjo ndikon direkt në zhvillimin ekonomik, rritjen e vendeve të punës dhe mirëqenien sociale të qytetarëve. Do pa situatën e rënduar që kohë të fundit do të thotë tregtia dhe ekonomia e Kosovës ka rënë dukshëm shumë dhe të i pa pasojat cilat më tepër janë virusale nga ana e Serbisë, edhe studentët e Kolegjit Univerzuar morën këtë iniciativë që ta vëdësojnë popullatën lidhur me produktet tona dhe që sa më shumë t'i bojkotojnë produktet serbe. Synimi i kësaj fushate është ta vëdësoj konsumatorin se konsumi i prodhimeve vendore nxit zhvillimin ekonomik. Kishte qenë mirë, domethënë mi përkrahas sa më shumë prodhimet vendore, normalisht që kishim me pas më shumë cilësi, edhe kishin me edhe produkte sa më të mira. Fushata Duaja Tëndën do të vazhdojë edhe në ditët në vijim, për të vëdësuar qytetarët se në Kosovë ka shumë prodhime të vendit me cilësi të lartë, të cilat mund të zëvendësojnë ato të huajat.